Në Shkodër ka vijuar aksioni për shëmbjen e objekteve në hyrje të qytetit për t'i hapur rrugë më pas projektit rikualifikimi i hyrjes së qytetit të Shkodrës dhe bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës. Në këtë fazë, pas shpronësimit parashikohet shembja 10 objekteve. Sipas drejtuesit të IKM të Shkodër Emilian Nika, në këtë fazë do të prishen 10 objekte që janë shpronësuar. Sot rifillojmë punën për prishjen e gjitha objekteve, të cilat bëhen pengesë për realizimin e projektit rikualifikimi i hyrjes qytetit dhe bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës. Janë 10 subjekte të shpronësuara, të cilat do të fillojë puna për prishjen e tyre sot. Ndërkohë, paralelisht vijojmë aksionin pa ndërprerje për pastrimin e liçenit dhe të shtratit të lumit Gula. Pra, po punohet në 2 fronte njëkohësisht dhe puna do të zgjasë për disa ditë derisa të largohen të gjitha platformat në liçenin e Shkodrës dhe në lumin Buna. Janë njoftuar, kemi zgjedhur mirëkuptimin e tyre, siç e shihni ka disa ditë që po punohet dhe i kanë liruar vullnetarisht objektet, dhe çdo gjë vjen normalisht dhe po asnjë rezistencë, asnjë problematik. Procesi që nisi mëngjesin e sotëm do të zgjasë disa ditë, ndërsa menjëherë më pas do të nisë pastrimi i zonës dhe rehabilitimi i saj. Në total janë 21 objekte që do shemben, ndërsa në një pjesë të tyre hapësirat janë liruar nga vetë pronarët. Procesi u shoqërua nga forca të shumta policie, por nuk pati asnjë rezistencë nga banorët. Më herët Këshilli i Ministrave miratoi fondin prej 4 miliard lekë për shpronësimet të gjitha banesave që preken nga ky projekt. Projekti i ri për hyrjen e qytetit të Shkodrës, i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe mbështetur nga qeveria, synon transformimin e kësaj zone në një hapësirë multifunksionale dhe rekreative. Ky projekt përfshin krijimin e një parku prej 17-18 hektar, që do të përmbajë mjedise sportive, shëtitore për këmbësorë dhe biçikleta, pika panoramike për shijuar pamjet e liçenit si dhe hapësira për aktivitete dhe koncerte. Pjesë e projektit janë edhe fushat e reja sportive dhe një mol i ri që do të lidhet me mole të tjera në Shirok dhe Zogaj.